hem patriote, hem kuzhinjere, hem kushrin e mirë. Po qka bre, qka dojnë tjetër njerëzit prej mirë? Këto na i bëjnë. Edhe të bath me të mu të Nigjo, se m'intereson o vla. Ti dzirë vajtën prej katunit, po katunin kur prej vajzët e le pik. Ashtu? By the way, I'm the best barbecuer in the world. I quftuam kështu në me zëmrën në sjeta ime, o zotham kamar malli të dua. Binjakja ime, o zot. Nuk dua që t'ishe binjakja ime. Binjakja ime. Dojnë t'ishe gjatë si dojnë. Jo, Jo. gjatë e madhe, Po me gjatë se kjo je. Na është gjë gjatësia. Mua të ka mërë malli? Shumë. Më shumë se për mikin. Po për mikin se kam lartë, me gjithë edhe ti e larguar s'ke që nana. Mirë me nëgjesi, sa mora lajnë që dy njerëz të gusht që i dua shumë, po vinë prej Prizrenit me festuar ditën e flamurit në Miami. Ju dua për njerëz, qka mu thot tjetër? U dua, ele pik, qa? Oh, I can't wait. So many surprises! Dhe busjeshje. Busjeshje, që pëqesh. Kuj ti pëqen? Pa ti të më dash. Pyta i shleturën, pyta i shleturën. Leja motrës në mirë, leja motrës. Pse do kështu te, po ta ndajmë të përgjysëm pra. Tash t'ishta vetëm mu kallëzua se me 20 nëntor, si që po ju postoj, ka me ken i fest fort e bukur, pikës parit kena mu knac, edhe diçka që shumë prej juve në fakt më ka 2 vjet, unë ka menujt se kam ba publike këtë punë, dana paret që bashkohen atë natë, prej biletave, dhe dana paret, dhe me thënë, asi cent nuk shkon të kurkushi, vetëm të fondacioni Eminas Hand Foundation. Kështu që hajdeni, bëjmë qef, e supportoni fondacionin, që atër unë muni me shkua edhe kur kthehemi në Ballkan me bën gjana të mira, edhe na kënaqet shpirti e zemra se nuk është vetëm Amerikan që po e supportojnë fondacionin, po atër janë shqiptarët. Kështu që shqipet për shqipet, shifena me 20 November. Nëntor! Disa produkte në top që të bëjnë një retouch të vogël. Këto janë 2 shadet e Fentit që kam këtu dhe mendoj që do shkojmë me këtë riri. Do vendos këtë, sepse para shumë në këtë nuance kam edhe blushin që kam vendosur çfarë shikojeni vetë çfarë pigmenti ka. Gati që të nisim regjistrimin. All right, one event is over, but the other event is coming! Kush o gati me festua? ¿Te acuerdas? Mora fjale, mora barkun për Turkan, me Turkan bash legendari ti këndoj, madem jashari ti këndoj, me pa!
Hapa, çova. Diri nga koshtë të vërgjeri. Qa po bën? Unë po bëj gati shegët të hani ju, se ju bëjnë shumë mirë, janë një gaci më i mirë, se çdo medikament tjetër. Që fjallat e ilaçet, paska ble ilaçe, Sonja. Bleva pra e bleva, se në 100 hem të thënë merë këtë, merë atë. Tani, ishte dhe me ofertë, nga 22.000 lekë, nga për këtë shumë. Ishte 17.700 lekë, se mora faturë. Edhe, faleminderit. Faleminderit a ke bleve, që më thumë faleminderit? Faleminderit që më se ti shko ble pra. Qa të thëjmë o drejkë? Thoni ju qa keni për drejk sot? Ordëra. Dita hanë, Dita zyrtare. shiko sa të mirë e keni, ja. Sule më të mirë. Edhe specat, ku i ke specat? Të skuqin, prit. Janë këtu, ja. Kopshit, vazhdon kopshit. Marrë vëshe i gëti. Kymi. I ka bërë pra ja. Meri, të tajni. Kim të vizitojmë Petrën gjatë natës dhe me zi po pres të shoh sepse më kanë thënë që është thjesht magjike. Do të thënë, këtu nga telefoni nuk shihet dot asgjë, por qielli duket kaq bukur, shplot me yje, edhe të shohim se si do jetë sipër. Dhe anëtë, me si po presim të pikëm në shtypë, lajmi, të hamë diçka të mirë dhe të lem gjumë. Se bën se kur si mi larë të ditë, se do të njerë dhe të kam bërë duke të kemë. Po ju me po kemi bët një tranzit, zhulli madhë në për aeroport. Shumë një rëmuje të mërshme, por ne jemi shumë happy që kaluam një super eksperiencë. Edhe të mërzitve që mbaroj ka i shpejt të dojmë të vazhdojnë të akoma, dhe na duket se një film tani, po shikojmë video. Që parë ishim po në tjetin restorant të Kurunisëm, që ishim edhe Kurunisëm, e gjitha shanë që të më duket sikur fare një tani. Por si të më bëtë njëtën pjatë. Kur sheh raste të ndryshme në jetën e përditshme, po veçanërisht në për komentet në rrjetet sociale, ti kupton se ekziston një kategori njerëzish që nuk kanë asnjë gjë të shenjtë dhe kanë një djallëzi, një ndyrësi dhe një miserabilitet të pamat. Dhe këtu kuptoj unë pse Zoti e krijoi shpirtin dhe ekzistencën e vërtetë të njeriut, atë që është e përjetshme, të paprekshme dhe të padukshme. E krijoi fushë magnetike dhe jo diçka materiale, sepse njeriu po ta prekte dhe po ta shikonte dhe atë do ta përdhoste. Njësoj dhe veten e tij, Zoti është i padukshëm, i paprekshëm, sepse njeriu dhe atë kishte për ta përdhosur, siç bën për çdo gjë, që nuk lë asnjë gjë të shenjtë. Sepse kjo qenie e fockë njerëzore që nga kaq e prirur ndaj të ligës dhe kaq rezistente ndaj dashurisë. Njerëz, ka akoma njerëz që më bëjnë dhurata për ditëlindjen. Çfarë më the? Henry? Tash, it's late for the gift, I love you. I love you too, honey. Çam ka bërë, më ka marrë dhe ushqim. Unë nuk ju ftes për njerëz që kujdesin për mua. I love you. Oh, të dua shumë. Më vjen të qaj, se operacioni hundës ka një të mirë që ti rregullon hundën tënde, dukesh bukur, por nga ana e frymarrjes nuk kam dëgjuar deri tani ndonjë njeri i cili ka bërë hundën operacion dhe merr frym normalisht. Gjithsesi, nëse keni një problem mua, të paktën merrni frym kur jeni në shtëpi. Guys, Kena më folesën? me mbarum një regjistrim të kur, të më mbrëma yje, me besimin, që me zi erdim. Ja, me shef. Edhe unë jam në mister. Jo, veç kjo. Arbona.
Hello! Dita sot më ka nisur herët në fakt, por nuk kam qenë fare aktive këtu tek Instagrami im, por tek Dore 903 po se po paketoja pakot e ditës edhe postova disa video aty. E po dhe këtu nuk kam qenë fare aktive, plus nuk e di kjo koha sot nuk e di, thjesht ndihem edhe si e këputur. Kam marrë 2 pulovra se na duhen tani për dimër, edhe dua t'rregoj pak më vonë sa po të shkoj në shtëpi. Edhe kështu. Paçi. Unë jam në gjysh jo se kam vjedhur apo kam bërë ndonjë krim, po sepse kam folur. Unë nuk kam shpifur, kam folur. Në vendin tonë, kur një grua flet për ngacmimet seksuale në vendin e punës, shpesh konsiderohet si e përdal, imorale, shpifse, rrezikon vendin e punës, karrierën, dinjitetin, moralin, miqësitë. Prandaj, kur një grua flet në vendin tonë, është revolucion. Unë nuk kërkoj të më kuptojnë të gjithë. Kërkoj që drejtësia të bëj punën e saj pa censur, pa paragjykim, pa frikën e zhurmës mediatike, pa presionin e audiencës. Unë nuk kërkoj të akmerrem apo të turpëroj në do kënd. Kërkoj që fjala e një gruaje të mos jetë a priori e paragjykuar dhe pa besueshme. Që e vërteta edhe kur është e pakëndshme, të mos dënohet. Ky gjyq nuk është vetëm imi. I përket shumë grave që nuk guxojnë të flasin. Të flasësh për këtë plagë të madhe sociale edhe të dënohesh, do të thotë vetëm një gjë: mbyllë gojën. Më tha një polic rrugës kur po vija, më ndaloj. Nuk e pe tabelën, tha me 60? Thash e pash. Po pse tha se ule shpejtësin? Po se s'pash ty. Duket shumë. Duket shumë bukur. Do të fillojmë me këtë shpëlim? Mund është më bukur. Prit, një sekond. Prit, se u egzaltova. Marrë 2 syze të reja, 2 modele të reja, të cilat me zi po presja u tregoj. Kam zgjedhur 2 modele krejtësisht të ndryshme, njëra është Gucci, klasike dhe Silhouette, një markë shumë minimaliste, shumë e lehtë, sidomos për përditshmëri. E vërteta është që nuk di se cili model më pëlqen më shumë, sepse të dy kanë stilin e tyre unik. Ja tek është modeli se nuk e u tregova me detaj. Pëlqen shumë sepse dhe pak ngarkes duhet, sidomos tani në dimër që veshim peliçe, xhupa. Ata persona që nuk i durojnë dot syzet, sepse i duken të rënda, sepse nuk mund t'i mbajnë gjatë, këto janë perfekte, se ndos duket sikur nuk e vën asgjë. Janë shumë të lehta dhe për më tepër i shkojnë çdo njeriu si model. Më ka marrë dorën tani, nuk ka nevojë të flas fare. Më qan vetë. Pëlqen shumë dhe ta. Çfarë po bën? Duke marrë me objekte dhe skills. 2 çakmak dhe përdora mendjen time genial. Ngjitsin e çakmakve dhe po funksionon. Do të thonë, do funksionon se s'bën. Më nuk shif që në shpash. Përshëndetje. Nuk i ndaj më linos. Çfarë është më ndryshe? Kjo ngjyra. Aty ku unë çmendem shumë se i dua të gjitha ngjyrat, më ndiqni. Opa! Kush do ta provoj? So po erdha një Itali, ben trovati, pa më që se gjitha kërkan që ka qëtësi, që kam gjojnë me videon, ku ba godi, kërstante, kështu që mos mungoni, Reggio Emilia, festa shqiptare, kontaktoni me Mondin, nomi sante, nomi. Ja pra, se më keni thënë ku e bëm këtë ngjyrë, shikojni sa e bukur. E ku tjetër, letër te Monika. Jo unë. Unë jam bërë gati për të dalur, do bëj
share me ju dy super produkte e Diodre Palma. Janë dy produkte që mua personalisht më pëlqejnë shumë. Unë e kam bërë pak bazën e make-upit, gjithmonë shumë naturale. Ju këshilloj edhe ju. Është lapsi për 12 për të bërë vetullat. Ndonjëherë ngatrohem se në qërpikët. Për këtë radhë nuk u ngatrova dhe ka një ngjyrë shumë bukur, perfekt për bjondet, ka shumë kështu soft. Një produkt tjetër që unë e marr gjithmonë me vete, që është super dhe si bën qërpikët ky maskara, nuk i bën asnjë maskara tjetër. Akte furçën ngarkon, i bën qërpikët si një flutur e vërtet dhe boj këtë lëvizjen. Ky është rezultati, por nuk kemi mbaruar sepse është momenti i buzëve. Buzët kam një laps Anais, një laps shumë i lirë, por shumë i mirë dhe ja pak definicione. Dhe ky është rezultati, jo përfundimtar, por fundmitar. Ky është rezultati jo i përfundimtar, oh my god, së se diqë. Vabbè, e keni kuptuar. Po nga Buskuqët, lip gloss, kemi 3 solucion, por veçën që mine kam provuar, më pëlqen shumë, e përdor shpesh, Diorin gjithashtu. Do përdor këtë produktin ngjyrë roz, që ka pak cica. Aromë shumë të mirë, dhe jetë pak shkëlqim. Unë jam gati, përdojmë që këbajt e flokët dhe do shkojmë për jashtë, për drejkë. Cila, 606. Që ka për tësh? Pse zgjohesh në 6? Pse zgjohesh? Kush të tretë në 6, ti zgjohesh në mëngjes. Aqerë. Pa u zbardhur akoma ti në këmbë. Glem që këmbë. Halo të ishë? Kalosë bukër. Ja, edhe fit check. Isha duke menduar atë vëj takat e zeza, për më në fund i vura këto sepse ende nuk më shëruar krejt brini. Oh, wait. We need to talk about my beautiful pin. Thank you very much. Kemi takimet me konzulatat në Miami dhe ja, si po ju dukem? Pak taket vogël krejt. Very proud of this little guy right here. Thank you very much. Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Jam i tort, e cila nuk më laq ta përfundoja videon. Faleminderit shumë për lulet. Ju dua të gjithëve që më ndiqni, nuk e prisja. Na keni zbukuruar mbrëmjen, uroj që sot të jetë gjithçka shkëlqyeshëm. Adela flasim edhe shqip, sepse anglisht. Tani këto dy produkte çfarë janë? Janë shumë, s'ka mundësi që më erdhi një ngjyrë kaq e mirë. Dhe kjo nuk është për reklamë, nuk bëj reklama. Thjesht doja ta ndaj me ju këtë. Beautiful Things është linja re që është për bjondet, për mbrojtjen e bjondeve, gjithashtu kemi dhe linjën e re The Present Time, që është boja më natyrale, demi permanente, që është me vajin e kokës dhe e lën kokën sa më natyrale në më të ndryshme. Atë shikoni rezultatin, volum, edhe një ngjyrë që se kam pasur njëherë, as në Amerikë, çuditshme. Çuditshme, domethënë në Shqipëri është çudit. Jam habitur. Që jam gati për javën e modës në Taipei, se duhet jem edhe ftuarin derit atje, duhet të shkëlqeja. Që tek Adela Bjondet, vetëm tu, tek Adela, no? Po doni më pyesin mua, ju bën kontakt. Kjo është gjendja në Cannes tani.
weatheri na gënjeu. Kuptova se do ishte shumë ftohtë, por jo. Njerëzit bëjnë akoma plazh. Ja dhe ju Likanës. Juhu! Shkoni se viva, nuk kanë sjell. Jeni të mërë të dushme. Rosa nuk di që t'ju falenderoj për gjithave. Edhe fësojnë në një peqet. Loni falenderit shumë për të mrekulli. Baba dhe Bela Manqit. Keni parë Elonën kur bën ngrimin këtyre gocave, Jorit, ose dhe mua për shembull, bën duke çdo gjë shumë kollaj, shumë e lehtë. Ja, 2 hapa. Për një herë del ky smoke kështu. Të ditë janë nga të ditë që s'keni nevojë me pa motin, domethënë thjesht dalni në balkon edhe e kuptoni vetë. Dhe me qenë se pjesa më e madhe janë nëpër shtëpia, thash po ja japim lajmin e shumë pritur. Familja edhe ashtu edhe me një antar tjetër, nuk është djalë, po prep vajzë. Dhe e ka emrin Elsa. Sa e madhe është. Ky është momenti që unë jam të menduar sinqerisht që unë do flen balkon tërë s'kam vojë. Më jetë. Natyrisht, me mira për me funit, në gjuhën Shqipe, për tona nanat, modrat, tezet, hallat, malsoret. Nesër fillon muaji i tetorit, muaji i zarit për mbrojtjen ndaj kancerit të gjirit. Jamen tus, jamen malsi, nesër kom një lajmërim për tona ju, kështu që kyçnu në Instagram dhe ju përshëndes. Ciao! Sonte po përgatitem për një event me një fustan që thjesht të lë pa fjalë. Ja tek është fustani, besoj e mbani mend nga story kaluar. Më pëlqen vërtet shumë si look. Hello, unë sapo jam nisur, do shkoj të bëj një skin test. Mund të kem pa frikë një 5 vite që nuk bëj një skin test dhe nuk e kam idenë se çfarë ka ndryshuar lëkurën time, edhe duke qenë që këtë periudhë në fundit daljet në ekran janë bërë të shpeshta, make-upi profesional është bërë i shpesh, dua që të filloj të kujdesem një çik për lëkurën, se nuk e kemi shumë të rrezi. Kështu po shkoj të marr një informacion të përgjithshëm se çfarë ka nevojë lëkura ime. Do të shohim procesin bashk, do ta tregoj dhe juve, dhe kush ka nevojë mund të shkoni të bëni të njëjtën gjë. Shihemi pas pak. Erdi dimri dhe bashkë me dimrin erdi koha të përdor tenxherën time të re të Gizës që peshon po kaq sa unë, po që do ma qaj me sigurt roston që do bëj sot mirë. Jep dimri, kërcet mishi. Rosto me selino, me timo, karota, qep, hudhra, t'u ja tregoj. Shikoni pak çfarë bukuria. Shikoni pak, në furr tash. Nga dalë, 2 orë, 3 orë. Ja. Tani e futa në furr. Do ta bëm, sa do ta bëm. Qënë, dhe jetë. Jep. Dalim, marru një punë. Më keni shkruar shumë pse nuk jenë goca dhe gra. Nuk jam sepse ciklet fillojnë edhe mbarojnë. Nuk jam zënë me njeri, kam ikur, nuk më kanë hequr. Përkundërzi, uroj shumë sukses e panelit, gjysma më pëlqen, gjysma tjetër më pak. Kush janë tani që i vet. Unë ndërkohë jam këtu. Dhe në datën 9 kam premierën e shfaqjes Babaj.
Mirë se erdhe o ju. Kemi dalë në Borë, në Prishtinë, në rruga. Të lëshaj që më maki. Po bje shumë Borë, Margat, kujdes në mos të fahen duart ftotit, Margat. Wow, amazing. Mama, në qatë ka mame? Do të marrë një kështu edhe do të gjoj ti? Të pëlqen? Edhe ma shumë. Më është plot me borë kjo. Plot. Fantastika, ha? Të bashkë. Po, komplet. Që më ka bën gjamin ma avullë? Hey guys, mirë mëngjes. Sa po dërgova fëmijët në shkollë dhe apa Instagramin e pash që keni shpërndar aq shumë trailerin e programit sonte dhe më bëhet aq shumë qefi që një program i thjesht do shërbej për sensibilizuar të gjitha gratë dhe vajzat që të bëjnë vazhdimisht kontrolle në lidhje me kancerin e gjirit në kuadrin e territorit të Ros. Jam shumë e gëzuar që Mira, Luna dhe Benjada kanë darë historitë e tyre me mua. Jam shumë e gëzuar. Kush është? Ko e di që më baba? Puqes. Ata hopi me baba? Ata hopi me baba? Ko e di që? Ata hopi baba ty. Alo? Ata hopi baba ty që? Po baba, pse se mbylli derën apo? Dhe ka shoj në këshia, se në në e një si pashka ke në mërë. Sa i të. E për në ka frama, për zënje hapsire të publikut. Të 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 shkën 4 më dita më bërë me një. Ja baba, dhe banoja e baba. Së të më bërë për grupe të t'i zërë. Wow, shoqja Lunes. Kush është me zemër? Frozen. A ma i përdoret baba, hajde me e përdoret. It's frozen. Me e përdoret baba e fuzin të shia, hajde, ka përdoret baba, ka përdoret. Puqe, ka përdoret baba, ka përdoret shumë baba, ka përdoret shumë. I ka baba. Qyqa, se film horror dhe izë në atakse. I ka baba. Mua. Baba, e i seriozit i baba me puqe më mua. Elsa do flejmë balkon. Aha, sa e mirë. Në flejmë balkon, Luis, ta dish. Una Elsa. Una vëllojtë. Po përpiqem të krijoj një outfit. Gjithçka ndodh për të kombinuar këtë çantë të cilën nuk e kam vendosur pothuajse asnjëherë. Tani doja të vija këtë shallën tonë të belin, që dal moda, po kemi një problem që ky shalli është tepër i vogël. Shkon, por është i vogël. Ç'ti bëjmë? Në po e lidha tani është kohë të merrem me flokët. E mos haro, çdo gjë në jetë ndodh për ty, nuk ndodh tek ty. Dhe gjërat që unë them, e të shmendura unë, nuk janë fragmente librash, janë përjetime të mia, edhe nëse ti do tani që unë të filloj të flas për hallet e mia, nuk më merr mendja se do të bëj mirë. Ndoshta do vi një moment që do i flasim edhe këto. Dhe të kuptoni që Instagrami, rrjetet sociale, më në fund të kuptoni që janë një mashtrim vizual. Jo se njerëzit duan të mashtrojnë, po njerëzit nuk më tregojnë problemet e tyre. Nëse do ishte Instagrami një vend ku njerëzit do tregonin problemet e tyre, atëherë nuk do funksiononte, sepse keni bëll hallet tuaja, edhe do futeshit të shihni dhe hallet e të tjerëve, dhe do mbusheshit akoma dhe më shumë me negativitet.
për të paktën kuptojeni që pas gjithë kësaj, edhe unë, edhe ai, edhe ajo kanë një jetë. Guys, ka ardhur momenti të ndrojmë extensions. Po gati 5 muaj që kam vendosur këtu fije, që në fakt është një kohë shumë e gjatë për extensions. Ja dhe flokët e mia mas heqës, mund ta shohësh që janë pa dëmtuar. Lajm flokët për të hequr keratinin e ngelur. Erta prapë të nesërmen për të rivën flokët. Extensions që kam marrë janë 100% flokë natyrale, që nuk është nevojë me blep flokë të reja. Gjatë darkës janë rivën prapë me keratin ato që hoqëm dhe sot do i rivendosim. Kjo është opsioni më i mirë se nuk është e nevojshme të blesh për herë flokë të reja. Por gjithashtu pa bë kompromis në cilësitetin e flokut. Ja dhe rezultati final, mbasi janë prerë pak dhe janë stiluar. Flokët kanë marrë një rifreskim perfekte. Ky është në life që unë kam në shtëpi, jam shumë e kënaqur, por sot kam ardhur për t'i bërë te asnjë peshqesh, me që po rregullon shtëpinë e re. Dhe kam zgjedhur Nutrilite-in, këtë Nutrilite, por ka dhe gotën. Me këtë gotën bëhet smoothie. Çfarë bëhet? Bëhen edhe supat me zerzavate. Të gjitha gjërat bëhen me këtë. Tani, mëngjesi. Shegat e mëngjesit. Për tonë nërgjimtar që e di se jeta është patën me dashtë me ke këtu me mua. Të shkojmë edhe të tjetra. Në posë, jo, kjo së është gati. Nuk jo më ndirë një të aman se cilat janë pjek. Bela kjo. Të shofim. Tara! Hajtë si gjeta shega, për që kam gjetë. Rrush Ameriket. Prit tash më kalzo dhe ditë ka tjetër. Që i vetë deki pas këty një. Na u thomë molla japane. Zi si i thonë ju, por këto janë, wow. A din që kanë këto? Shifa. Tonë ja ka njësë zojt me i hangër. Ama baba e ko këto dyja full, edhe një tjetër atej. Këtë se pas ka prek zogu. Hajde. Shifre. Këto janë molla japanet për njerës, unë nuk di na u thojmë një këtu një bobe. A dini ju qka janë një këto? Je këto në përgjithësi janë gjelbërta, e latër në fazën e pjekjes bëhen, qapula. Shka gjetë? Bëhen një kështu si të verdha, e edhe kur pjeken krejt, bëhen brown. Tash, e ka një thalë mren që është gati sallë kokra. Por janë diçka matë omel, nuk më në spjegoj. E që sa druja e male? është gjajnorme. E më interesën me ditë si thirrni ju këto. Këto janë bobet e na. Të ndryshe, jem të shko me vjellë kimqa. Te kushit. Në katën. Këtash, këto janë kimqat. E dini ju që kanë kimqat? Shef. Gjell. Qa gjelli? Po mirë, ke pa njësët e natë e heret, unë zdi që ka dënë tash me të këtu e më prapë. Këta gjellat të në tonë ditën këtu e na, u këtu e njëve gjellat të në ditën. Papa! Ju përshëndesim unë e l'ekipi. Artan Qërti, fotografi i famshëm. Në pa vriti, Hajdeni byrem, se ka herë se më keni pa. Këshyre. Në ti ka marrë ma. Hajde. Po ka po i këtash. Hajde. Pull. Qyre. Ekipa. Hajde. Breakfast for champions. Look at this.
Hajdutja katunit, ka vjell i rrem me bobe, do kimqa, si kalcu një kullë. Shpenzime Teko Nadi, do i tregoj çfarë ka marrë me 47 euro. Cracker galbusera me riso, mozzarella senza lattosio, 1, 2, 3. 2 pacco pollo, affettato crudo e tacchino. 2 pacco minestrone, funghi col puvo, piadina kamut pamaja, tonno e filetto sgombro. 2 shishe verë, disa perime tjera dhe 2 pastigjan. Ja çfarë bleva me 50 euro. Më dërguan me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për parashevisimakun. Të më thënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmëndurira, shpifje, llafe, që nuk janë të vërteta, pa tjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjërat e tjera, për se si mund të rikthehet parashevia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyeën e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do parashevisimakun si nënën e vet, është shumë e vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos i rikthehet askushit në fjalë, ose askushve, apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësinë, nuk do të reagoj duke i ofenduar dhe duke i përmendur me emra, dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpifësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër parashevisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzuese dhe me këta askushër, por do ta çoj çështjen në gjykatë. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykatë. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më i rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve. Dhe në rastin e parashevisimakut, kjo është edhe më e rëndë sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat do t'i faktojnë në gjykatë në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti, unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku ndodhem, dhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit dhe fansat e parashevisimakut i siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykatë, aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë, janë në gjendje të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonitë mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë e bëjnë sepse janë askushër, janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi,
e kuptoj tani social media kanë nxjerrë në sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionist. Por dua t'i jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj të askush llokut, që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka ligje. Ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh. Sepse në rastin e parashëvis Simakut i kërkoi këtij askushi, ashtu që ne ti vërtetoj këto. Mund të dali ky askushi ose kjo askushja dhe të thot me rast konkret, kë familje ka prishur parashëvis Simaku, cilët burra ka marrë parashëvis Simaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë ti thot publikisht pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe sikur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo ja. Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë. Parashëvis Simaku ishte ndarë skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flas, sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i pas ka marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, pas ka marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni shmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më vjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin. Është rënd, është çmenduri. Nuk di, nuk kam fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm. Ç'lidhje ka askushi me parashëvis Simakun njëherë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se ka fare krahasim këtu, më thënë, dhe nuk dua t'jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këtë askush, më vjen vërtet shumë keq që se nuk e di, në Zot ka besim ky askush se është gjyna. Nuk e di, është mëkat. Të flasësh për dikën në gjendjen e parashëvis Simakut, me këtë i fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur. Sepse ka 1001 halle parashëvis Simaku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë reagimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjuna, do me thënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta. Kur vjen puna te kana, e di që jeni, nuk kam fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur, se inboxi po më qahet nga mesazhet, mos e vrisni mendjen, ju premtoj që do ta ndjek unë në gjykat, në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore, dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet parashëvis Simaku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes. Se sa unë blodha në shtëpi se na erdhi një si vilanik kështu. Prandaj po ju rikthehem përgjigjeve, sa të mund të kap se disa kohë ka ngel. Tash përderisa se fal dot, mos e fal. Okej? Mos u lodh kot. Po mundë me fale, po tisha unë se kisha fal. Hello. Zakonisht kur dala narkoza, ose në fakt ky është operimi 4 që unë bëj, jam shumë në qevë dhe kam shumë gjëra për të thënë. Po, kësaj radhe, që kam shumë e plogësht, dje dala nga operimi mirë, kisha energji, jam çunë këmbë, sot kam shumë dije. Nuk është ndërhyrje estetike,
është ndërhyrje shëndetësore, ja diçka për të shqetësuar. Thjesht ndonjëherë kur gjendesh në kështu situatash dhe ke dhimbje, kupton se sa pa vlerë është çdo gjë tjetër përveç shëndetit tënd. Që kështu një reminder për ty, kujdesu për veten se shëndeti është gjë e rëndësishme. Me që po i ushin lotët? Me qëfar tjetër? Si që nga do sëra. Po i ushin? Po me gjithë e trëndafili pra. Dhe me perla, po si kameve. Sa monologje ke sot? Asni. Po mi hoqë jegla. Ka i dhëna gjatë faqe, do të takin të nga figuranë. Sot do mundohem t'ju tregoj ditën time me që më keni kërkuar kaq shumë, edhe unë u emocionova që juve ju intereson kaq shumë çfarë budallaqesh bëj unë gjithë ditën. Do mundohem t'ua tregoj sot. Tani jam balkon për shembull, ja balkoni, ja vetvekja, kafja. Si qa kemi këtë? Moj shek lezhiane, moj si e në detit. Shake, i vdes për shake është frutin i preferu. Tu kemi limona, që t'jetojnë sa më gjatë. Kokore, kok, e në të menshëm. Tani po i bëjmë gjesin djali. Sepse Viki ishte pak si paqet dhe pa më të arsyeshme mos të shkoj në shkollë sot. Edhe do hajquni, gushpome, në gjesin. Gjesen sot dhe mund të kisha fjetur sa i e bën dhe vetë në gjesin, po kur mësosh më një orar. Jemi të kë momenti që duhet ta shtypër shumë fort pastën e dhëmbe që të nxjerrë në një pikë. Nëse ta hedhin, ta falë një kaq, jo më të në fund. Në është të ja, edhe më dhe qik. Ja, dy kasra pikon. U vesha. Bëra rutinën skin caring, tani me sepse më bëhen kështu veshët si në avion, se mërë vesh. Tani do bëj një makjazh të lehtë, majtë sa mundemi do me thënë, dhe bëj këtu në tualet, sepse në dhomë ka ardhur Viki dhe ja ka futur gjumit. Edhe më sa bezdis më se ndes dritën. Bëj një makjazh të lehtë fytyrës. Ja ku jam, si sa e mire jam. Po presë shumë tani, që ka qëjtë të shkolla. Dhe shumë. Më këtu që kur ka qenë djali vogël, i kanë pasën kur vura unë ato syzët, që kanë syzën e largë. I kanë pasën shokët e futbolin që njërë ka jodër si Mia Khalifa. Djali mërësit shumë, dërsa mua më bëqefi. Aty e kuptova që jam shumë e rejtë që që një njerëk. Por flokët se që ka me flokët e mija, më kanë shkujtje shumë e bukur, po flokët si ke mije. Po unë dje u krefa me, pëse unë s'do kem çdo gjë perfekte, unë këtu e kam gjithë poezin, që s'mi intereson si kam flokët. Jo që më pëlqejnë, i kam shumë bukur. Ja. Ne bëm ca punë tjera, unë dhe Klodi. Portal. S'punë kotë, si jena njerëz bosha një. Edhe, po arrova t'ju tregoja si që po bëja tash në video. Edhe tani po ikim te Kormeo. Shohim njerëz situatën në Kormeo. Sonte ka verë dhe gështenja. Gështenja të pjekura në plush. Kështu erdha pak në shtëpi të ri me fëmijën. O zot, vdiqja më bllokohet veshit, se çfarë problemi kam nuk e di. Të ndroj dhe këtë këmishën se përveç se shisi u bëra si kafshë ndyrë. Sikur duhet ndruar, e kupton se kaloj gjithë dita. Kështu.
Sa bukur me Viki. Kjo Halloween me Viki është shumë fest idiote. Se kam qef fare.
Po presim anën, a? Po pranë, po vënojnë, po na e vënon ky joni. O zot, vetëm ajo mund vënot të këty, as kur shpërnesh. Hajde, pra, hajde, joni. O joni. Bir nonave. Hello. Sorry. Erdi. Zonja dhe zotrinj. Vjedh një rritin. Sigurin. Fifi. Me Jonizën dhe me Lejnë. Është pak lidhën të këndoj? Më për një, ja. Se marova. Me të gjë zemra. Pas teje. Jo ka U tërbova. Pas teje. Skandal. Ikim. Jo zemra. Me të gjë, e fusim të me lëdojnë, autotune. Kur jo kemi rrugë, sa të juve jam rregulloj.